Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një vlog të ri. Sot është e diel dhe unë sapo kam bo gati të dy çunat dhe Odin dhe Shansin dhe jam vesh për vete dhe po mendonim të iknim në pishin, duke qenë se Odi ka gjithë të ditë që na kërkon pishin ose det. Po kemi pas hallin që kemi pas Shansin shumë të vogël. Shansi është akoma i vogël, por që unë mundum ta shtyrim sa më shumë që mos i bënim probleme kur ishte ato ditët e para, domethënë. Tani ai është duke shku 1 muaj dhe besoj se nuk ka problem, mjafton trim në zona me hije dhe mos trim shumë. Unë kam vesh një fustan kështu veror, shumë i bukur, mos e vë një re këtu sepse unë kam heq i hoqja çarshafët, ndrova. Dhe, domethënë, nuk i ndrova akoma, thjesht kam qef që gjithmonë kur ndroj çarshafët ta lë një gjysmore 2 shekun të marrë ajër dhe kur vi në shtëpi do t'i ndroj pak. Do mundohem t'ju tregoj sa më shumë për ditën e diel, për eksperiencën tonë të parë të katërt në pishin. Shpresoj t'ja kalojmë bukur dhe t'na rri Shansi mirë. Unë po bëj gati çantat e çunave. Bëj gati edhe një çantë për vete me kremra, peshqira e mthetash, pavarësisht se unë nuk do futem në pishin se nuk më lejohet, duke qenë se jam akoma lehon, jam akoma në ato 40 ditët, nuk i kam plotësuar 40 ditët dhe thjesht më shumë po shkojmë të kënaqet Odi. Si që thash, po bëj gati çantat dhe do nisim javash avash, do mundohem t'ju tregoj sa më shumë që ta keni edhe ju idenë se si kalohet në një ditë të diel me një familje prej 4 personash dhe mbi gjitha me një bebe të vogël fare. I ka pra mos vonohem sepse kemi pranotu për gjysmore kismet e shumë të një orë duhet jemi atje.
Tani, unë ju thash që do i rikthehem seriozisht vlogjeve dhe një pjesë shumë e rëndësishme e videove të mia janë dhe ato momentet kur unë më tregoj se çka kam ble gjatë ditëve. Për pak desh harrova, për pak desh i hapa këto qesit që kam këtu, se siç e pat tek disa momente të vogla që ju tregova, isha tek Sisej dhe tek Waikiki. Duhet të shkoja edhe tek Rossmani patjetër sot dhe në një farmaci, po nuk arrita do të shkoja sepse u bë vap e tmerrshme dhe mu dukte sikur po e lodhja shansin më shumë se ç'duhet dhe u kthym shumë shpejt në shtëpi. Po kismet nesër do shkoj dhe tek farmacia dhe tek Rossmani dhe sot pam që në qendër të Durrësit ishte hap dhe Flying Tiger, që unë nuk e dija. Dhe me shumë mundësi do ikim nesër të shohim aty dhe të blejmë një gjë. Po ju tregoj një këto gjëra që kam marrë sot. Bleva më shumë gjëra për vete, po si fillim shifni pak qerpikët që sapo i bona, sa erdha nga Aida. Do shifni një shkëlqim tani te fytyra ime se përballë kam procesin e perëndimit të diellit që sapo ka fillu. Që unë këtë moment të ditës, këtë periudhë të ditës e adhuroj, e kam shumë qef perëndimin. Dhe prandaj vendosa dhe kamerën përballë dritares, sepse i kam shumë qef këto videot kështu dhe këto momentet me perëndim. Si fillim do ju tregoj një fustan që e kam marrë tek një faqe që ka veshje angleze dhe i ka në masa të mëdha. Domethënë nuk e kam as te Waikiki as tek Sisej, por tek një faqe që nuk e di tani se si e ka Chic Plus, se si e ka Chic Style, nuk e di çka e tillë, por që kam një vit që blej pa pushim aty tek ajo faqe. Ka veshje dhe për masa të mëdha, ka L, XL, XXL, kam pa që ka dhe deri 4XL. Mora këtë fustanin që për qenë është XXL-ja, nuk e di pse po ngatrokam, po ajo goca tha që është pere e vogël dhe prandaj e mora, se unë tani që kam humb diku tek 12 kg, kam heq kg të Shazanis, pak a shumë domethënë se Shazani mora diku ke 18 kg, unë 10-12 kam heq, po kam shku prap tek LXL dhe e mora këtë. Është copë fantastike. Është ngjyrë kafe dhe paska dhe si astar poshtë. Po, paska 2 copa do të thënë. Nuk duket gjë këtu se sa i bukur është live, por gjithsesi unë do ta provoj dhe do ma shihni. Mora këtë tjetrin tek Sisej. Sisej nuk është se ka kualitet, kush e di se çfarë të rrobave, po për t'i vesh 2-3 herë janë shumë okay. Mora këtë fustanin e zi. Çfarë masë është ky? Ky që ka XL-ja dhe ka kushtu 12.900 lek. Ja ku e keni, 12.900 lek. Ky që ju tregova tek ai dyqani anglez kushtoi
28.000 lek, kjo që tregova. Ndërsa ky është i sisejt, thjesht i zi, me elastik këtu në mes dhe pak kështu si i hapur. I thjesht domethënë për verë, me i pal shapka, je shumë rregull. Me qyrallafet e shapkat. Kam marrë dhe këto. Thot prap tek Sinsay. Shifni pak sa të bukura janë, sa verore, të thjeshta, shumë të lehta, unë prandaj i mora, se nuk u nisa me marrë shapka, po janë shumë të lehta dhe janë të kombinueshme me pothuajse çdo gjë këto. Unë nuk jam fare fanse e shapkave me gisht, sepse më bezdisi, më dem gishti, por që duhen ndonjëherë se janë shumë të bukura për verë. Sidomos kur janë të bardha me kur nxihesh domethënë. Mora dhe këto të zezat, edhe këto janë jashtë maset e lehta, sikur s'ke vesh as i gjë janë. Pritse nuk i tregova sa kushtun këto. Edhe këto 12.900 lek pas kanë kushtu. Ndërsa këto, se gjithmonë harroja mos ma veni re. Këto të tjerat 7.500 lek. Kanë kushtu këto tjerat, prit. Janë domethënë sikur s'ke vesh asnjë gjë. Këto i mora të zeza, që të kem në valla të zeza. Në fakt, me thënë të drejtën e Zotit, to mi ka zjell mami, por që me pëlqimin tim normale. Tani të nxjerrim këto të Waikikit. Po i hap një kështu. Kam marrë i parë shapka tjera të Waikiki. Këto nuk janë aq të lehta sa ato, po prap komode janë, se unë i kam provu dhe këto të thjeshta të kombinueshme të bukura. Këto kanë kushtu 10.900 lek. Ti kem për t'i ndru, sikur 3-4 herë t'i vesh, jam në rregull. Tek Waikiki kam marrë dhe këtë setin me tuta për shansin. Një palë kështu si pana, një palë si grije e rrët. Këto kanë kushtu 5.900 lek. Dhe i mora dhe 2 badi. I kam shumë qef të badit që janë me lidhje kështu, me kopsa, do të thënë nuk du t'i vesh patjetër nga koka, sepse e kam shumë bezdjetje për qesin e kokës, më duket sikur e bezdis çunin. Ndërsa këto ja vesh e krahët, janë mbyll kështu dhe janë super komode, të bukura dhe janë ngjyra të kombinueshme. Më u vesh me këto, janë shumë okay. Mora edhe 2 nga këto që janë dhe gushore dhe fasho për të koka njëkohësisht, që bëhen si tip kapuçash. Verore, nap, do të thënë copë nape, që unë adhuroj këtë copën për fëmijët, edhe për vete këtë periudhë, por për bebe i herë dhe për fëmijë është fantastike. Këto kanë kushtu 3.500 lek. Kam marrë një palë tuta për vete. Edhe këto shumë copë e mirë, e derdhur, ngjyra shumë e bukur. Si ngjyrë mango je me pana. Besoj se e keni vënë re që unë i kam shumë qejf të tutat me viza, kam shumë dhe prap vazhdoj blej. Janë të gjata goxha dhe kanë kushtu 9.900 lek. Do të thënë çmimet janë shumë të mira. 9.900 lek. Original si materiali i këtyre, po pak fare më të holla, mora dhe një palë të shkurtra. Sepse për momenti që po flasim janë 30 gradë dhe pritet të rriten shumë dhe e di që këto gjatat nuk do t'i vesh për shumë kohë, kështu që mora edhe një palë të shkurtra, do vazhdoj të blej rroba të shkurtra, sepse treqerekun i fala. Kur ndrova, se dje par dje ndrum garderobën, hoqëm të dimrit, nxorëm të verës, dhe treqerekun rrobave të verës, po ashtu dhe të dimrit, i fala, i futet në përthas dhe i fala. Këto kanë kushtu 4.900 lek. Gjëja që më ka pëlqyer shumë tek Waikiki dhe që kishte vetëm 2 copë, ishte ky fustani, shumë lozonjar, shumë i bukur. Nuk e di edhe arrit do t'ja u tregoj të gjithin se është goxha i gjatë, po pak a shumë është kjo ideja që unë vdes për to krahat kështu të stileve meksikane, të atyre gocave që dilnin nëpër ara dhe mblidhnin rrush edhe fruta tjera. Unë marroj për këtë, që e vogël, kam pasur shumë këtë stilin. Këtu ke pjesa e gjoksit është me elastik dhe është i gjatë, i derdhur dhe shumë i lehtë
pjesa tjetër. Është shumë i bukur dhe këtë dhe u tregoj më mirë kur ta vesh. Ky ka kushtuar 23.000 lekë, 22.900. Domethënë, këto ishin deret që kam bë, nuk kam më të tjera. Ju nuk e keni iden se sa blerje kam bë në këtë periudhë. Domethënë dhe muajin e fundit para se të lindja dhe këtë muajin tjetër pasi kam lind, ju betohem që nuk po egzagjeroj, kam ble për ditë të Zotit gjona të ndryshme. Gjona që më donin, budalliqe, po nuk ja u kam tregu, se nuk kam qenë pothuajse fare aktive në YouTube. Jam mundu shumë që ta shijoj atë muajin e fundit të Shtazanis dhe këtë muajin e parë të lindjes dhe prandaj nuk kam filmu, po e shoh që më kam mungu shumë YouTube-i dhe unë juve ju kam mungu shumë dhe kjo gjë më bën të ndihem shumë mirë. Dhe ju thash, do rikthehemi fuqishëm. Tani unë po mbledh këto rrobat këtu se mbrapa po ta shihni kam dhe shansin e gjumë. Odi po shef kuklla, Lori po bën një dush. Tani direkt do të çojmë edhe unë të bëj një dush dhe besoj se të vishemi të bëjmë gati të dalim, se kështu po i kalojmë këto mbasditë dhe darkat e tona, dalim të katërt. Se normale, ka vera, dita është e gjatë, mbasditja është shumë e bukur, është koha shumë e mirë, kështu që s'ja vlen trim shtëpi. Dhe do bëjmë gati, do dalim, me shumë mundësi do hajmë jashtë, sepse unë s'kam gatu, kam gjithë këtë periudhë që nuk kam gatu pothuajse fare, dhe do hajmë jashtë. Do bëjmë dhe një xhiro, nxjerrim dhe Odin tek lodrat, sepse nuk e di ju kam thënë, po Odin e kam heq nga kopshti. E kam heq diku 2 ditë para se të lindja, 2 ditë pasi lindja, nuk e di. E hoqa se kisha hallin e virozave. Mos më merrte viroza në kopësht dhe kur vinte në shtëpi mos më ngjiste shansit. Dhe viroza sikur sa më edhe viroza më e thjeshtë, më e vogël tjetë, bebet e vogla foshnjat i torturon, kështu që nuk du të rrezikoj çunin e vogël, se Odi është i madh i kalon, po i vogli jo, si kalon kollaj, kështu që këtë gjë kam bë, e kam nga kopshi, ka një muaj që nuk shkon dhe mundohemi që ta nxjerrim për ditë nga pak, ti zëvendësojmë atë aktivitetin që ai bonte në kopër, se normale nuk ka faj, është 4 vjeç dhe do të lozi, do ta gjojë atë energjitë e tepërta që ka. Se preferojmë mos ta lejmë shumë në televizor, duke qenë se kemi kohën e mirë, kemi detin, shëtitjet dhe i bën dhe atit mirë. Tani unë, si që thash, po qohem, se po ngjoj që Lori po mbaron dhe të shfrytëzoj rastin që shansi është në gjumë, të futem të lahem dhe kur të dalë do ndroj qik edhe shansin, të ndroj dhe Odin, dhe të dalim. Isha sa harroj që të filmoj t'ju marrë me vete. Mirë se erdhët në një ditë tjetër. Sot është data 12 qershor dhe shansi jon i vogël bëhet 1 muaj. Kemi 1 mujorin dhe mendova t'ju marr me vete se sot duhet bëj ca gjëra të vogla, do shkoj tek Jumbo të bëj disa detaje të bukura që t'i bëj fotot çunit. Dje kam porositë edhe tortën, dje par dje kam porositë tortën e 1 mujori çunit dhe kam mundësi shkoj e marr tani. Do marr disa tullëmbasa, disa budalliqe dhe besoj do i marr me vete, do t'ju tregoj dhe ju se çfarë do bëjmë ne si do dalim.